A do ta pres Struga dhe këtë sezon turistik, duke u përballur me zjarret dhe erën e padurueshme nga deponia e Egër. Premtimet e pushtetit lokal dhe atij qendror se në pranverë do të zgjidhet problemi me deponinë e Egër, struganët, por edhe iniciativa qytetare mjaft, i marrin me rezerva. Deponia e cila u kryua, qysh në mandatin e parë të kryetarit Merko, e priti kthimin e tij për të tretën herë si i pari i qytetit. Posledno imavме еден неформален разговор со градоначалникот на општината. Од него ни беше ветено дека напролет ќе се започне со конкретни активности со решавање на проблемот со дивата стручка депонија. Но морам да ви кажам дека од досегашното искуство со ветувањата на централните и локалните власти за решавање на проблемот, со право сме резервирани кон ова ветување и не би можеле да го земеме здраво за готово се додека не видиме некои конкретни мерки и активности на дело, на терен. Bora e cila ra disa ditë para fillimit të pranverës dhe mbuloi deponinë e Egër Strugane, vetëm për një çast mbuloi problemet e kësaj deponie, mbeturina të shumta kalbe në tokë pjellore, duke u zhytur në ujërat nëntoksor, të cilat pastaj derdhen në liqenin e Ohrit dhe drinin e Zi. Vetëm 50 km vijajrore nga kjo deponi e Egër këtu në Strug, në shtetin Fqinj, Shqipërinë, konkretisht në qytetin e Elbasanit, është ndërtuar impianti i cili brenda ditës ndjek afro 150 ton mbeturina, nga të cilat përfitohet energji elektrike. Zgjidhja që do të sjellë rend në deponimin e mbeturinave dhe do të kthehet në biznes, ditëve të fundit ishte temë e diskutimit mes qeverisë dhe krerëve komunal. Kryeministri Zaev kërkoi që komunat t'i dorëzojnë kompetencat për menaxhimin e mbeturinave pushtetit qendror, deri në momentin kur deponit regionale të organizohen sipas standardeve bashkohore. Цел свет функционира, не ја измислуваме топлата вода. Или кога збориме за депонија, тоа не значи дека од целиот регион ќе се собира сметот и токму тоа во мојата општина сега ќе се депонира, па и тука е тоа во селото, па и таму и кај што живеам, и сега како ќе објаснам? Не. Има палионици, пример како технологија, кој што апсолутно ниту смет гледате, ниту ништо. Имате продукција на струја од него, комплетна одржливост во делот на секундарната употреба на производите, современи системи, и во светот се борат општините кај кој да биде локацијата. Има борба, затоа што сметот е најнов бизнис, кој што буквално е еден од најпрофитабилните, а ќе го има додека го има човекот. Ministria e Mjedisit Qetësor, në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, përmes IPA fondeve, do të investoj qindra miliona euro për të eliminuar deponinë e Egra në tërë shtetin, duke ndërtuar 8 regionale. Ministri Duraku u bëri thirrje komunave që të pranojnë këtë projekt si zgjidhje e vetme e mirë. Duhet ta pranojnë pushteti lokal si një mirëseardhje nga qeveria që ato janë të parapam me ligj të ndërtojnë mbeturinat të deponit. Dhe kështu që do parashihen këto 54 deponi të Egra të mbyllën, ku janë të parapar me planin dhe me fizibilitet studimin, dhe ku janë për disa regione janë të parapar me dhe mjetët janë të siguruar, dhe të mbyllën deponi të Egra dhe të ketë një deponi regionale, ku në 8 regione në Republikën e Maqedonisë do të kemi vetëm 8 deponi. Në pritje të vendimit të komunave për t'i deleguar të drejtat për menaxhimin me mbeturinat, Tetova ka filluar të zbatoj pjesërisht modelin e ri. Deponia e Egër, e cila viteve të kaluar ka elmuar qytetin, tani është pastruar tërësisht. Mbeturinat transportohen në stacionin e grumbullimit dhe prej atje transportohen në deponinë e Shkupit në Drislla. Thonë se për shkak të informacionit të dobët, autoritetet kanë probleme me popullatën lokale. Ndërmarrja publike komunalitetove Tetova dhe komunat tjera janë të blokuar nga qytetarët për transportimin e mbeturinave në deponinë regionale të Pollogut në Rosina. Dhe pas shumë arvatjeve që ne të arrim marrëveshje në nivel komunal, me po fatkeqësisht ne ende janë të blokuar transportimi dhe ne jemi detyruar që të bëjmë një marrëveshje me Drislën, normal do të si
Në gjitha aspekte do të ndërmarrësi si kushton, si në aspektin financiar dhe në aspektin kohë për bartjen e mbetorinave në drista. Edhe organizatat jo qeveritare të cilat ishin më të zëshme ndaj deponive, si ndocit më të mëdhenj në qytetin Buzmali Çarr, kërkojnë menaxhim modern të mbeturinave. Ka disa fazë në menaxhimin e mbeturinave njihen 3 rrët që janë ripërdor, reduktor, ripërdor dhe reciklo. Shumë më mirë do ishte që qytetarët të reduktonin përdorimin e lëndëve të cilat bëhen mbeturina, shkaktojnë mbeturina, me theksit veçantë të plastikave, të najlonëve, edhe gjëra tjera, domethënë që duhet shumë kohë për të shkatruar ose për të zhbërë. Në fazën e dytë, domethënë të ripërdorimit, është shumë mirë që gjërat që janë përdorur një herë, përdoren edhe për së dyti, qofshin këto plastik ose najlon ose gjëra tjera. Dhe riciklimi është faza e tretë, e cila domethënë në vend që ta hudhësh duhet ta riciklosh. Për ngritjen e vetdijes tek qytetarët, të vetdijshëm janë edhe autoritetet. Ata do të duhet të shpjegojnë në mënyrë të detajuar qytetarëve se 8 deponit regionale do të jenë të sigurta për ta dhe mjedisin jetësor. Për shkak se një deponi të tillë regionale me referendum e kanë refuzuar banorët e komunës së Debërcës, ku ishte planifikuar të ndërtohet deponi bashkëkohore për rajonin Jug Perëndimor.